Mirëmëngjes. Mirëmëngjesit të gjithëve. Sot dua ta filloj këtë seancë me një duartrokitje për të gjithë ju që jeni konsistent që nga herët e para të Mirëmëngjesi MMO Albania and Kosovo. Do presim dhe disa kolegë të tjerë, besoj 1 minutë. Okej, tani jemi gati, kushdo që është futur është në kohë. Sfida që unë do doja të ju bëja sot juve janë: a jeni të gatshëm që për 5 javët e ardhshme të realizoni javët më të mira në termin e produktivitetit, pra midis muajit shkurt dhe muajit mars? Sa prej jush pranojnë ta ndërmarrin këtë sfidë? A ka ndonjë që është i gatshëm? Po, duam timi sa më produktiv në çdo gjë që bëjmë, kështu që Ëndrat tona janë të mbushura plot me sfida që kështu do duhet të përballemi me to çdo ditë për të arritur tek pjesa e finalizimit. Jo më kot kam zgjedhur këtë fillim muaji, sepse fundi i marsit përkonte me fundin e 3 mujorit dhe le të themi është një mini bilanci yni në raport me listimet, arktimet, me të gjithë zhvillimin e biznesit tonë. Ne në MMO ndajmë vitin në 4 tremujorësha dhe në secilin tremujor kemi sfidat, realizimet dhe e konsiderojmë si një, le të themi, mini vit tonin, me arritje rezultatet që kemi dhe ato çfarë sfidash na presin në vijim. Është shumë e rëndësishme që çdo ditë t'i tregojmë vetes sa të jashtëzakonshëm jemi në ato veprimet e vogla ditore të rutinës tonë të përditshme. Unë e fillova ndryshe këtë seancë sot, sepse e fillova me sfidën. Sa prej nesh janë të gatshëm të ndërmarrin këtë sfidë deri në fund të marsit. Ndërkohë kalojmë ke tema e sotme. Tematika ka të bëjë me pjesën e vlerës së listimeve tona. Unë e kam përqendruar në 3 shtylla kryesore: identiteti, standardet dhe shpejtësia. Kush prej jush do më thot sa vlejnë listimet tuaja? E keni pyetur veten ndonjëherë sa vlejnë listimet tuaja? Pa sa të zhvlem pronën? Sa vlen një pronë? Sa herë na ka ndodhur që kemi, le të themi, feedback-un nga klienti, po ky është një çmim si gjithë çmimet e tjera, pse duhet unë të blej këtë pronë? Sa prej kolegëve, sa prej nesh ndodh që marrin prona të listuara mirë, me të gjithë detajet dhe ndjekjen e të gjithë procesit? Kush tjetër nga ju më thot sa vlen listimet tuaja? Aktualisht sa listime keni në portofolin tuaj? Të përkthyera në një vlerë, mund të më japësh një vlerë? nuk e di se kam llogaritur. E kuptoj. Okej, ndonjë prej kolegëve që mund të më thot një vlerë të përafërt të listimeve të tij? Askush nuk e di. Kemi thënë në një nga seancat e mëparshme që të njohim numrat është fuqia jonë. 150 deri në 200.000 varet. 150-200.
Okej. Gjithçka pra e lidhim me pjesën e, le të themi, komisioneve. Deri tani folëm për X listime, 10, 20, 30, të përkthyer në numër 50, 100, 150 euro transaksione. Por, vlera e listimeve tona qëndron tek rezultatet që ne arrijmë. Është shumë e vërtet, sepse neve nuk kalkulojmë thjesht pronat që kemi në listim, por ato që janë realisht të shitshme, dhe me ato që mbyllim pjesën e transaksioneve. Jemi dakord te ky koncept? Pra vlera e listimeve tona qëndron tek rezultati që ne arrijmë. Po, se ne mund të kemi shumë listime, po varet sa shesim. Pikërisht. Kjo gjë na intereson në fakt, sa potencial kemi dhe sa jemi në gjendje që ta transformojmë këtë potencial në rezultate. Ta transformojmë. Pra kemi 30 listime, nga këto 30 mund të shesim 15, 10, 20. Është e qartë që potenciali shihet tek pjesa e listave të pronave ose lista e listimeve, por nëse ne duam të kuptojmë çfarë vlere ka ky listim, duhet të shohim performancën dhe rezultatet që kemi arritur. Nëse unë jam një agente që listoj 30 prona në vit, por shes 10, performanca ime dhe le të themi një feedback për rezultatin vjetor është në lidhje me këto 10 prona që unë i kam transformuar në shitje. Një shembull më konkret. Rezultati do të tregoj vlerën reale. Nëse kemi 2 agent, agenti i parë ka 10 listime, ndërkohë agenti i dytë ka 5 listime. Por këto 5 listime i transformon në shitje. Jemi në situatën që agenti i dytë është më i suksesshëm sepse e ka direkt transformimin në rezultat, në shitje. Jemi të qartë ky koncepti, numri i listimeve me pjesën e rezultatit të arritur? Tani dua t'ju pyes. Nga lind vlera e listimeve tona? Kush i jep vlerë listimeve? Ne. Më fal? Kërkesa ndoshta? Tjetër? Çmimi i apartamentit. Po? Puna jonë para kualifikimi. Kemi folur në seancën e 2 javë më përpara për parakualifikimin? Tjetër? Kush i jep vlerë listimeve tona? Analiza jonë e saktë, Po? qoftë të bëjmë analizë të saktë, me thënë, japim vlerën që duhet, mendoj unë. Analiza e saktë përfshihet dhe brenda parakualifikimit që caktuam në vijim. Nga parakualifikimi, te pjesa e kompetencave, po ashtu dhe te pjesa e standardeve tona, që kanë të bëjnë në mënyrë të drejtë për drejtë, janë të lidhura me mendësinë tonë. Duhet të dimë që çdo gjë të rikujtojmë, se dhe këtë mentalitetin e kemi të zhvilluar si temë, që çdo gjë nis nga mendja jonë dhe qëllimi që ne i vendosim vetes. Nëse ne nuk e kemi të qartë rrugën që duhet të ndjekim, apo çfarë vlere duam t'i japim këtij listimi, nuk do të jemi në gjendje që të arrijmë në rezultatet që neve dëshirojmë, dhe të kontrollojmë situatën dhe të finalizojmë procesin në shitje. Nëse nuk e dim se cila është vlera jonë, nuk kemi se si të rrisim këtë standard apo të transformojmë listimin në shitje. Koncepti që unë dua t'ju jap sot dhe të vë theksin kryesor është tek identiteti.
dhe vlera e listimeve tona hyn te koncepti i identitetit ton. Jemi dakord këtu? Po. Ne shpesh flasim për identitet personal në gjithë trajnimet tona, sepse çdo gjë fillon nga aty. Identiteti i një agenti të pasurive të paluajtshme përcaktohet nga standardet, nga aftësia apo kompetencat e tij, që me kalimin e kohës zhvillohen trajnime të ndryshme që merr pjesë, nga cilësia e listimeve, nga vizioni personal. Nëse ne kemi një agent që ka objektiva të qarta, që vendos një standard mujor të tij për të arritur, e përkthejmë këtë në një agent që mat dhe di shumë mirë drejtimin e biznesit të tij. Ai është në kërkim të herpashershëm të përmirësimit të rezultateve të tij. Të kesh objektiva të qarta dhe të përcaktosh standardin tënd mujor, si në listime, si në prona për shitje apo qëra, krijon një përmirësim të rezultatit të vazhdueshëm të agentit. Pra në pjesë konkluzioni, folëm për listimin, por rezultat më të madh ka pjesa e përkthimit të tij në numër shitje se sa thjesht si listim. Nuk ka rëndësi sa listime do të marrim gjatë vitit, e rëndësishme është sa ato i përkthejmë në shitje dhe një koncept tjetër, me çfarë shpejtësie. A bën sens të marrim një listim dhe në harkun kohor të 12 muajve ta konkludojmë, ta transformojmë në shitje? Është e njëjtë kjo situatë me një agent tjetër që në harkun kohor të 90 ditëve të 3 muajve e transformon listimin e tij në shitje? Kemi një diferencë këtu? Besoj është e dukshme. Pra, koncepti kryesor i temës së sotme është rëndësia sa listime transformohen në argëtime dhe shpejtësia me cilën transformohen në argëtime. Kemi një ndryshim midis vlerës reale dhe vlerës potenciale të listimeve, që nuk ka të bëjë me sa listime ne sigurojmë, por sa shpejt arrim këto listime t'i transformojmë në argëtime. Vlera nuk qëndron vetëm thjesht në kuadër komisioni që ne presim, por në procesin dhe në rezultatin e arritur. Nëse do të jemi më të përqendruar dhe do të kemi fokus te shpejtësia e transformimit të listimeve, do të jemi një agent top performer. Gjithashtu, vlera nuk ka të bëjë vetëm me komisionin, por me të gjithë procesin dhe rezultatin e arritur në finalizim. Diferenca midis agentëve është sa shpejt i arrim rezultatet. Nëse ne marrim një listim me çmim tregu, ndryshon nga një listim i një kolegu që ka bërë një parakualifikim, ka bërë një negocim dhe arrin në një çmim siç kërkojnë shumica e klientëve investitor apo blerës, çmim okazion. Nëse ne arrim të mendojmë në këtë mënyrë që në marrjen e listimit apo ta refuzojmë listimin, kjo do të na përkthehet në një proces më të thjeshtë dhe në përfundim në mbylljen e transaksionit, në shitje. Cila është ajo qasje që do të na ndihmojë të rrisim përqindjen e transformimit që ne dëshirojmë? Si mendoni? Padyshim që është qasja identitare. Ajo ka të bëjë me identitetin që ne kemi krijuar
por një herësh dhe kemi vendosur se ku duam të shkojmë. Është e rëndësishme të punojmë ditë pas dite për të arritur këtë objektiv dhe këtë rezultat. Kjo do të thotë që duhet të përqendrohemi në pjesën e procesit dhe detyrimisht, rrjedhimisht vjen dhe rezultati, por jo të jemi të përqendruar në rezultatin. E kuptojmë këtë koncept apo? Pra, nëse ne arrim të bëjmë një proces të mirë, para kualifikues, të kemi standardet tona në listimet e një prone, jo thjesht të kemi atë accountin ton të mbushur me prona që i ka gjysma e agjentëve të Tiranës. Ne do arrim në rezultatin e dëshiruar në fund të vitit apo të 3 mujorit. Që duhet të qëndrohemi, duhet të përqendrohemi dhe të kapemi fort pas procesit dhe jo pas rezultatit. Për të bërë një agent sipërmarrës është e nevojshme që të menaxhojmë veten dhe kohën, duke u përqendruar në një proces të vazhdueshëm përmirësimi ditë pas dite. Atëherë neve do të kemi kuptuar vlerën e listimeve tona dhe do arrim ta masim më kollaj këtë vlerë. Duke qëndruar të fokusuar tek procesi dhe jo te rezultati, siç e tham. Duke ndjekur hapat njëri pas tjetrit në mënyrën e dur, arrihet pjesa e procesit të shitjes. Duke u ngjitur shkallë pas shkallë për të arritur rezultatin që dëshirojmë dhe duke pasur një proces përmirësimi të vazhdueshëm. Ky është çelësi për sukses. Duke marrë parasysh konceptin e vlerës së listimeve dhe përqendrimin tek shpejtësia. Pra folëm për listim, para kualifikim, performancë, shpejtësi për arritjen e rezultatit që duam, shitjen. Duke marrë parasysh konceptin e vlerës së listimeve tona dhe përqendrimin tek shpejtësia, a jemi duke monitoruar rritjen e listimeve tona? Si e mendoni? Nuk e besoj se i bie të përqendrohemi vetëm në shpejtësi, jo në cilësi, në sasi, jo në cilësi. Fakton kështu e kuptoj unë pyetjen. Nëse ne kemi të qartë konceptin e vlerës së listimeve tonë, pra sa vlen kjo pronë që ne kemi listuar, njësi, biznes, apartament, poste parkimi. Nëse ne kemi parasysh konceptin e vlerës së listimit dhe përqendrohemi tek shpejtësia, a monitorojmë neve rritjen e listimeve tona? Atëherë po, se i bie ne po përqendrohemi tek pronat që na përfaqësojnë me vlerën e konceptit tonë, gjithashtu është probabiliteti më i lartë i shitjes. Apo jo? Po. Sa prej jush kanë filluar të punojnë me këtë gjë, që të mos marrin prona, shablon dhe të kenë këtë pjesën e procesit që takojnë pronarin e njësisë, apartamentit dhe listojnë pronën jo ekskluzive, listojnë pronën me një çmim që nuk negociohet, thjesht thuhet dhe merret i mirëqen nga pronari. A do të arrijë ky listim qëllimin, objektivin që ne do kemi në fund të muajit, 3 mujorit apo dhe vitit? Unë dua t'ju bëj të mendojeni pak. Do dëshiroja që të shihni të gjithë listimet për shitje apo për qëra që keni në accountin, databazën tuaj. Dhe të mendoni sa kohë keni shpenzuar në marrjen e listimit, takimin e pronarit, në nënshkrimin e marrëveshjes, kohë për telefonata, kohë për t'ia prezantuar klientëve të ndryshëm blerës investitor,
kohë për marketim, kohë për të bërë vizitën në pronë. Nëse do të llogarisim, një agent mund të ketë, le të themi 48 listime në portofolin e tij dhe të përfshim që një pronë kërkon një kohë, le të themi 50 orë të angazhimit ton në atë pronë që nga marrja, listimi, parakualifikimi, publikimi, vizita, marketimi që i bëjmë. Në momentin që ne marrim pronën me çmimin jo të duhur, kjo nuk do të na përkthehet vetëm në humbje kohe. Pra rezultati nuk do të arrijë kurrë procesin e përmbylljes të shitjes dhe qëllimin ton, objektivin që i kemi vendosur vetes. Kryesore është pjesa e efikasitetit dhe efektivitetit. Ne, duke qenë efikas dhe efektiv, arrim që të përmbyllim procesin e një listimi apo dhe të një shitje sipas rregullave dhe standardeve që ne kemi dhe i kemi vendosur vetes. Jemi dakord? Pra, vlera e listimeve tona është identiteti, standardi dhe shpejtësia që ne veprojmë që nga listimi i pronës deri në përfundimin e procesit. Fokusi kryesor duhet të jetë tek ndjekja e hapave, jo djegja e etapave. Në këtë mënyrë, ne arrim në një efekt domino në një rezultat të jashtëzakonshëm që është shitja në kohë më të shkurtër e një prone, duke parakualifikuar, duke negociuar çmimin, duke përdorur sferën tonë të influencës, klientët investitor që kemi në portofolin ton, rezultati është i pritshëm. Nëse ne fokusohemi tek procesi, rezultati vjen vetë. Dhe pika e tretë dhe më e rëndësishme është të menaxhojmë veten dhe kohën. Për të bërë një sipërmarrës i suksesshëm, nuk do të thotë patjetër që duhet të kemi 5, 10 apo 15 veta staff, që në rastin ton konkret janë agent. Nëse ne arrim të menaxhojmë mirë veten, mund të bëhemi në të ardhmen dhe një broker shumë i mirë. Nëse ne nuk arrim të menaxhojmë veten dhe kohën, nuk do të kthehemi kurrë në një sipërmarrës të suksesshëm. Jemi dakord? Pra koncepti që unë dua të vë fokusin dhe kam zgjedhur si temë sot është vlera e listimeve, jo e numrit të pronave që ne kemi në accountin, CRM apo databazën tonë. Por sa nga këto listime janë të transformuara në shitje. Do dëshiroja që fokusin ta kishim në këtë pyetje që dua që të gjithë ju t'i bëni vetes dhe të më ktheni një përgjigje. Dua interaktivitet në këtë moment. Kontratat që mbyllni janë në proporcion me vlerën që transferoni te klientët. Sa e vërtetë është kjo? Sa prej jush mendojnë që ky është një postulat? Nëse unë jam një agent që mbyll 3 shitje në vit edhe 5 qera, a mendoni që kontratat që unë mbyll janë në proporcion me vlerën që unë transferoj te klientët? Patjetër. Nëse ne kemi standarde dhe këtë gjë e transferojmë te klientët, patjetër që reflektohet pastaj tek rezultatet që ne kemi. Paktën unë kështu e mendoj. Ne jemi ajo që
bëjmë, domethënë ai standard që jemi, ato rezultate kemi. Temat që unë kam përzgjedhur, jo më kot kanë ardhur në këtë renditje, sepse ka qenë të mendojmë si të mposhtim frikën e shifrave të mëdha, pjesa e identitetit dhe standardeve që një agent duhet të ketë, më pas para kualifikimi, si për klientin blerës, si për klientin shitës, dhe le të themi përfundimi, hallka e katërt është procesi i përmbylljes nga listimi në shitje. Sa prej jush hasin me pjesën e vështirësisë negociatës së çmimit me klientin, apo pranojnë të marrin një pronë që le të themi dhe ato dhe ju vetë nuk jeni të bindur që do shitet. Por ama vini, plotësoni pjesën e marrëveshjes me palën shitse dhe e listoni këtë pronë në CRM në webet e secilit. Mundem? Po, patjetër. Atëre, në lidhje me procesin e negocimit, të pak të flas nga eksperienca, është shumë e rëndësishme që të negocohet paraprakisht. Dhe në qoftë se një pronë është e mbi vlerësuar në atë gjykimin ton, nga eksperienca, nga studimi i tregut, gjykoj që të paktën ne nuk e marrim për ta trajtuar, për të harxuar gjithë kohën, analizën, të gjithë elementët që kërkon listimi dhe përpiqemi maksimalisht të negociojmë. Në rastet se negocimi është i vështirë fillimisht, në rastet kur ne marrim një çmim të mirë, atëherë kemi dhe rezultate të mira. Në të kundërt, pastaj ne nuk e listojmë, por na ka ndodhur dhe raste që se duke qenë se dikush na vlerëson dhe na jep pronën duke ditur që është e mbi vlerësuar, ka pasur dhe raste që na kanë surprizuar, ajo pronë mund të jetë pra raste të rralla, pa ajo pronë është shitur. Edhe se ne gjykonim, për shembull, që kishte vlerë të lartë. Se varet në përzgjedhjen e pronës nga klienti ka dhe kërkesat e veta, ndjesitë e veta dhe çdo vendim që merr, të paktën po flas për jo për investime, po për blerje, supozim apartamentesh për banime të tjera me radhë. Ose dhe investitorët mund ta shohin në një këndvështrim tjetër marrjen e një prone kështu që është shumë e rëndësishme që klientit të dy si shitësit, si blerësit, t'i kushtohet koha vëmendja e dur, të dëgjohet me shumë kujdes, sepse gjithmonë e shprehin atë që realisht kërkojnë, dhe po e kuptove mirë këtë gjë, e kupton direkt si duhet ta trajtosh pronën dhe klienti pastaj çfarë kërkon realisht që ta përqasësh me atë pronë që ti prezantosh, pra mos u mbasësh dhe pra të përpiqet pa hyrë në pjesën e shpjegimit, ne të paktën unë në një lëndë që jap në fakultet, që është kontabiliteti i drejtimit të avancuar, kemi një që është cilësia dhe koha, pra menaxhimi i kohës. Menaxhimi i kohës është shumë i rëndësishëm. Ndahet i gjithë procesi në hallka dhe etapa, ashtu siç mund ta përshtasësh dhe me real estate-in, dhe në momentin kur ne kemi hapësirën, pra e studiojmë mirë si proces, dhe kemi hapësirën që të shkurtojmë atë afatin kohor, pra të ndërtojmë atë strategjinë tonë, që ku kemi hapësirën për të ndërhyrë, që ta minimizojmë atë interval kohe, për të shkurtuar për shembull atë 50 orëshin që morët si shembull për sa mund të na duhet, sepse dhe ajo është relative pastaj. Kështu që unë në këtë ide kisha, nuk e di tani. Briseida, të falenderoj. Të lutem. Realisht është shumë e vërtet që një proces mund të nisi dhe me një pronë që agenti deri diku mund të ketë bindjen që është pronë e kërkuar, lokacioni mirë dhe çmimi mund të negociohet. Ne në pjesën e metodës që ndjekim duhet të kemi patjetër një nga zërat pjesën e raportit të shitësit. Pra, nga marrja e pronës, lind detyrimi pjesës së agentit t'i bëjë dhe raport
sa klient janë interesuar për pronën nga marketimi, sa nga ato kanë ardhur e kanë parë nga afër, cilët kanë qenë pikat e forta dhe pikat e dobta të pronës, dhe cili ka qenë çmimi i perceptuar për atë pronë. Dhe duke arritur në këtë raport, mund të kemi dhe një negocim çmimi përfundimtar përpara mbylljes së marrëveshjes. Në fund të ditës tregu dhe puna jonë kjo është. Por deri një mas, jo të jetë një çmim i mbi vlerë për atë pronë, sepse ajo do të na përkthehet në efekt bumerang. Nëse një klient investitor do shohi pjesën e portofolit ton prona mbi vlerën e tregut, atëherë kur nuk do arrijë që të ketë një qasje me ne në lidhje me qoftë dhe një pronë tjetër të trajtuar në portofolin ton. Sepse është përshtypja e parë që gjithkush krijon. Prandaj ndjekja e etapave, fazat dhe i gjithë ndjekja e procesit është shumë e rëndësishme që të finalizohet në atë rezultatin e shumë pritur kontratën dhe transaksionit të mbyllet, të realizohet shitja apo qeraja. Unë ju falenderoj për disponueshmërinë, kohën dhe që të gjithë diskutimet që patëm në seancën e sotme. Faleminderit. Faleminderit. Miru takofshim. Gjithashtu dhe juve ditë. Pafshim. Mos harroni që në seancën e fundit të marsit do të flasim për sfidën që secili nga ju mori me veten për sot. Në lidhje me 5 javët më të mira të muajit shkurt dhe muajit mars. Do në ta shënojmë në agjendë, domethënë. Patjetër po. Patjetër po. Nëse e ndërmerrni si sfidë, patjetër do ta shënonim në agjendë dhe do shohim pjesën e transformimit në rezultate. Patjetër. Mirë Gjensila, faleminderit. Mirupafshim. Ditë mbar. Gjithashtu dhe juve. Shëndet.